Assalamu alaikum. Ramazani nuk erdhi që të ndryshosh menyn dhe orarin, erdhi që të ndryshosh drejtimin. Ne dim të organizojmë iftare, dim të planifikojmë hatme, dim të posojmë ajete e hadithe, krejt mirë. Por a dim të ulemi vetëm me veten, të skenojmë veprat tona, t'ia themi vetes qartë, çka po bëjmë mirë e çka keq. Allahu thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. O ju që besuat, ruajuni Allahut dhe le të shikojë çdo shpirt çfarë ka përgatitur për nesër. Ramazani është mundësia më e mirë për të parashikuar të nesërmen tonë, të ardhmen tonë. Është momenti kur ndalesh dhe pyet veten, nëse do të vdisja këtë vit, a do të isha i qetë me gjendjen time? Pendimi nuk është emocion natë, që ndodh pas një ligjërate prekse ose pas një namazi me imam që reciton bukur dhe falet mirë. Pendimi është një vendim i fortë për të prerë një mëkat që je duke e zhaguar prej kohësh. Marrëdhënia me Kur'anin nuk është recitim, është pyetja: apo më flet mua Allahu me këtë sure ose me këtë ajet? Namazi nuk është vetëm teravi me shumë rekate, është cilësia e një namazi, e një sejdëje ku zemra përkulet para se të përkulet trupi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Sa agjërues nuk fitojnë nga agjërimi përveç urisë, dhe ca namazfalës gjatë natës nuk fitojnë përveç pagjumësisë. Ramazani nuk është garë pamjesh dhe fotosh, është garë sinqeriteti. Nëse ky muaj nuk na bën më të mirë me njerëzit, më të drejtë në fjalë, më të ndjeshëm ndaj mëkatit, atëherë trupi ynë ka agjëruar, por zemra jo. Ramazani nuk është epizod 30 ditor, është test: a jemi të gatshëm të ndryshojmë vërtet? A jemi gati të bëhemi më të mirë? Mos prit receta nga unë, as nga ndonjë hoç tjetër, përmirësohu aty ku mendon se duhet të përmirësohesh. Selam aleikum.